Përshëndetje vajza, si që shikoni kam veshur një fustan të gjatë dhe kam vendosur që ta shkurtoj sepse nuk po më pëlqen dhe nuk po më duket mirë. Ndoshta nuk më shkon, a nuk e di. Dhe tani unë ta shkurtoj dhe shpresoj që të dali i bukur. Si që shikoni tani e kam hapur fustanin dhe do t'i pres këto rrudhat poshtë. Këto rrudhat poshtë që i shikoni do janë gjysmë më lartë, sepse në qoftë se fustani nuk ka këtë pjesën poshtë, atëherë nuk duket bukur dhe humet modelin. Ne do ta ruajmë modelin sepse që edhe fustani të duket i bukur, sepse çdo gjë ka lezetin e vet. Dhe tani vazhdoj me punën, duke qepur rrudhat e fustanit rreth e qark, e i bëjmë rrudhat përsëri, mos të humbasin. Vazhdoj me punën, shpresoj të na dali i bukur, siç unë e mendoj, por them se të dali i bukur. Do ja vlej që nuk e kemi hedhur fustanin. Nese. Tani si që shikoni, ja fustani, po më duket një tjetër fustanë, nuk po më duket më ai pari. Po më pëlqen. Gjithsesi, faleminderit shumë që më keni ndjekur dhe shihni videot e mia. Ciao.